Në prill 2025, Kryeministri Edi Rama publikoi idenë për të ndërtuar kulla me PPP në zonën e Pallatit të Kongreseve. Para një jave ai e bëri fakt të kryer dhe nisi procedurën për ta realizuar me shpejtësi. Me njoftim numër 560 fraksion 4 datë 27 nëntor, drejtoresha e Korporatës së Investimeve Elira Kokona ka shpallur garën për projektin me objekt zhvillimi nëpërmjet sipërmarrjes private të objektit multifunksional pranë Pallatit të Kongreseve në Tiranë. Lulishtja që do të shndërrohet në kulla për të zbatuar këtë projekt privat-publik, Korporata e Investimeve i është përmbajtur vendimit numër 503. Datë 10 shtator 2025 të qeverisë, me të cilin ka marrë në pronësi sipërfaqen 4760 m2 truall publik. Lulishte rreth Pallatit Kongreseve që më parë ishte në pronësi të Bashkisë së Tiranës. Tani mbi këtë lulishte do të ndërtohen kulla me banesa, njësi tregtare, zyra, ambiente argëtimi dhe parkingje nëntoksore nga kompania private që do të përzgjedhë Edi Rama në maskën e kompensimit të investimit për rivitalizimin e Pallatit të Kongreseve. Projekti quhet bashkëpunim me sipërmarrje të përbashkët, por në thelb është një pazar ku privati përfiton truall shtetëror falas dhe siguron fitime nga ndërtimet, ndërsa shteti merr vetëm një pjesë të sipërfaqes së re. Sipas njoftimit të garës, nga sipërfaqja totale prej 50.000 m2 ndërtim, shteti përfiton 45% ose 22.500 m2, ndërsa privati përfiton 55% ose 27.500 m2. Kryeministri bën pazaret, Elira Kokona firmos letrat. Përzgjedhja e firmës fituese për ndërtimin e kullave rreth Pallatit Kongreseve do të bëhet më datë 26 janar 2026 në një konkurs që do ta drejtojë Kryeministri Edi Rama si kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit. Ndërkohë, Elira Kokona e Korporatës së Investimeve do të firmos dokumentet formalisht. Krijohet përshtypja sikur shteti përfiton nga privati, por në fakt është privati që përfiton truallin falas dhe rimbursim të vlerës 40% të investimit që do të kryejë në Pallatin e Kongreseve. Preventivi i këtij investimi nuk është bërë publik, duke ngritur dyshime për abuzim me fondet publike. E njëjta skem dhe e njëjta aferë me kullat e tjera në Tiranë e Shqipëri. Projekti i kullave pranë Pallatit Kongreseve është kopje e të gjitha aferave të mëparshme të kullave që Edi Rama ka miratuar në Tiranë dhe qytete të tjera. E njëjta skem është aplikuar te Pallati i Sportit Aslan Rusi, Stadiumi Selman Stërmasi, Shtëpia e Fëmijëve Zyber Hallulli, Agjencia Telegrafike Shqiptare, si edhe te projektet me kulla rreth stadiumeve në Durrës, Vlorë dhe Korçë.